Ndërkohë tani kalojmë tek intervista që kemi paralajmëruar qysh në fillim në një lidhje të drejtë për drejtë kemi anëtaren e kryesisë LDK-s, zonjën Besa Gaxheri. Zonja Gaxheri, përshëndetje. Për ju në studio dhe për të gjithë shiqëuesit e dëgjuesit të televizionit juaj. Vjen mirë që ju kemi sot në këtë lidhje direkte dhe do të flasim për kandidimin e sërishëm për kryeministër të Lumir Abdixhikut dhe për zgjedhjet në përgjithësi se si do të shkojë LDK-ja në këto zgjedhje, po e nisim me këtë të parën, dje strukturat e partisë i besuan edhe një herë Lumir Abdixhikut për kandidat për kryeministër. Pse u vendos sërish për Abdixhikun, duke qenë se edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit ishit me po këtë kandidat për kryeministër dhe jeni radhitur të tretët? Faktikisht, sipas statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dje kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka aprovuar kandidaturën e zotit Abdixhikut dhe kjo do të aprovohet tash sigurt një javën tjetër nga Këshilli i Përgjithshëm. Zoti Abdixhiku është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai ka rezultatet e veta, siç e dini të gjithë. Zoti Abdixhiku ka marrë Lidhjen Demokratike të Kosovës në gjendjen më të vështirë dhe më të rëndë në historikun e saj. Dhe përkundër që rezultati nuk ka qenë ai që për të cilin kemi punuar, megjithatë ka arritur që të ngritë rezultatin qoftë në zgjedhjet nacionale, qoftë ato lokale, që tash zgjedhjet lokale që janë gati edhe të shpifikuara që u mbajtën këtë vit. Jemi partia e parë politike në zgjedhjet lokale, dhe kështu që zoti Abdixhiku me ne së bashku ka rezultatet e veta. Dhe natyrisht ka ardhur shumë mirë që mbrëmë apo dje kur kishim takimin e kryesisë, zoti Abdixhiku si kryetar i LDK-s e hapi mbledhjen duke thënë ju lutem kushdo që keni dëshirën për të shpallë kandidaturën, do të jemi këtu në situatë më demokratike të mundshme dhe mund të shkojmë tutje. Askush nuk ka qenë i gatshëm që të shprehë kandidaturën e vet, ndërsa ne të gjithë kemi pas unanimisht mendimin e njëjtë që zoti Abdixhiku duhet të vazhdojë dhe të kandidohet për kryeministër. Tash më ne, kjo çështja e kandidaturës së zotit Abdixhiku është formale, konsideroj, ne na mbetet për me bo strategjik tona dhe me punu shumë që vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës të jetë subjekt i parë politik nga kur përfundojnë zgjedhjet dhe t'i kthejmë sa më shpejt normalitetin Kosovës. Përmendet që jeni të kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve lokale, megjithatë jo shpeshherë dhe mund të krahasohen me ato nacionale. Nga njëherë rezultatet e mira në lokale nuk do të thotë që do të ketë rezultatet e mira edhe në zgjedhjet nacionale. Për këtë, si besoni, do të ketë ndonjë ndryshim të strategjisë së LDK-s nga zgjedhjet e 9 shkurtit, apo do të shkoni me idenë e njëjtë, me po them edhe planet e njëjta me ato që keni pasur në shkurt? Duke qenë se tani tentohet për ndryshime, sepse ka pasur muaj të gjatë që kemi qenë në ngërç. Po, natyrisht, na vetëm veç dje kemi pas një mbledhje shumë të gjatë, më thonë 5-6 orë, edhe do të takohemi çdo ditë, do të punojmë çdo ditë për ta formuluar sa më mirë strategjinë tonë, edhe pse Lidhja Demokratike e Kosovës ka pasur një program i cili është më i mirë i mundshëm, ka pas ekipin dhe ka ekipin më të mirë të mundshëm, por megjithatë ne çdo ditë hap pas hapi do të shiqojmë strategjitë tona dhe do të mundohemi që t'i ofrohemi qytetarëve çdo ditë përsa afërmi me argumente që vërtet Kosova nuk e ka luksin të humbë kohën edhe të ketë blokadë të tillë çfarë ka për një vit e më shumë me vetëvendosjen. Qytetarët duhet të vendosin për të ardhmen e Kosovës, për ndryshimin e Kosovës. Ne përveç se kishim 8 muaj blokadë, edhe pasi i shpallën zgjedhjet, ne jemi tash dëshmitar të gjithë çfarë po ndodh në kryeqendrën e Kosovës, pra në Prishtinë. Zoti Kurti me subjektin e tij politik nuk i intereson fare jeta e qytetarëve, ai ka strategjitë e veta të blokadave, të mjekullave, sepse vetëm kështu ai mund të funksionojë, të deklaratave populiste, të veprimeve populiste, dhe këto nuk na shpinë as kundësh të vërtetë që ndoshta me toka zgjat ai jetën e tij politike, por unë konsideroj qytetarët e këtij vendi e kanë kuptuar tashmë këtë lojë të vetëvendosjes dhe ne duhet të shkojmë
në zgjedhje para qytetarëve dhe ata të mendojnë me kokë të ftohtë dhe të mendojnë për të fëmijët e tyre, për të ardhmen e Kosovës, sepse Kosova nuk ka kohë për të humbur. Kosova është mbyllur tash me raporte ndërkombëtare, me sanksione, me zhvillim ekonomik kërkon, me shëndetësi për tokë, me arsim ashtu gjithashtu. Kështu që Kosova ka nevojë urgjente që vërtet qeverisën ta merri me udhëheq lidhja demokratike e Kosovës dhe t'i kthehemi binar. Zonja Gaxheri, dje në një postim të tij në rrjetin social në Facebook, i pari partisë tuaj tashmë i nominuar për kandidat për kryeministër Lumir Abdigjiku, për veç se falenderoi strukturat e partisë edhe u kërkoi qytetarëve besimin, njoftoi se është i hapur edhe për disa prej partive politike. Në postimin e tij përmendet Nisma, AKR-ja, PSHDK e PD, cilat në një farë formë edhe u lexuan se u ftuan nga Abdigjiku për një koalicion të mundshëm para zgjedhor. Presni realisht ndonjëra prej partive edhe ti përgjigjen pozitivisht kësaj kërkese të Abdigjikut? Shiko, këto parti të cilat i ka përmend Abdigjiku, realisht ato kanë kërkuar që të jenë listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe ne këtë kemi diskutuar dje, a duhet të jenë këto parti në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe duke diskutuar për këtë çështje, ne i kemi bartë kompetence zotit Abdigjiku që përveç këtyre partive politike të cilat kanë shprehur vullnetin e gatishmërinë të janë pjesë e listës së LDK-s, mund të jemi të hapur edhe për ndonjë personalitet apo parti tjetër politike, por natyrisht duke analizuar qartë pra një ndër strategjitë tona do të jetë edhe kjo. Dhe këtë tashmë zoti Abdigjiku e ka kompetencën e plotë nga Kryesia që të vazhdojë të tjerë. Kështu pasi u lexua dhe në fakt edhe u komentua më pas edhe në rrjetet sociale se deri diku Abdigjiku kërkoi ndihmë nga këto parti politike për këto zgjedhjet e ardhshme. Mund të lexohet si e tillë? Friksohet LDK-ja që të shkojë vetëm në këto zgjedhje? Përsëris edhe një herë, nuk ka kërkuar ndihmë, ato janë ofruar për të futur në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne kemi diskutuar a duhet të jenë ato në listën e LDK-s apo jo, dhe kemi menduar se këtë duhet t'ja lëmi në përgjegjësi të plotë zot Abdigjiku, dhe janë të mirëseardhur. Tek fundi i fundit ne jemi të vetëdijshëm se na duhen edhe shumë vota për të dalë subjekti parë politik, edhe kështu që në Lidhja Demokratike e Kosovës, Kosova ka nevojë për çdo njeri të mirë që mendon se mund ta ndryshojë realitetin në Kosovë që të bashkohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Jemi të hapur për çdo qytetar. Sa reale është kjo që po thoni zonja Gaxheri që LDK-ja nga partia e tretë në zgjedhjet e 9 shkurtit të kaloj e para në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Këtë nuk vendos LDK-ja, vendos sovrani. Ne na mbetet me bëu punën maksimalisht, me u ofru çdo qytetari mundësisht dhe ata me vendos. Ashtu sikurse ka ardhur ne LDK-ja jemi ka shumë dekada që jemi në skenën politike dhe e dim si mund të vish deri në 45% dhe se mund të vish deri në 12%. Domethënë, Lidhja Demokratike e Kosovës e njeh më mirë se gjithkush situatat e zgjedhjeve në Kosovë. Megjithatë, ne konsiderojmë se ka qenë një aksident, siç ka qenë situata me vetvendosin që është votuar mbi 50%. Dhe natyrisht që tash gradualisht qytetarët duhet të reflektojnë dhe duhet ta kthejnë dignitetin e çdo njerit prej tyre në radhë të parë edhe vend suverenitetin në vend. Pikërisht nga bashkëpunimi që keni pasur me lëvizjen vetvendosje, ka ardhur kjo rënja e LDK-s në zgjedhjet e 9 shkurtit? Edhe një herë që dëgjova. Po thoja sepse e quat aksident atë se bashkëpunimin që keni pasur me lëvizjen vetvendosje dhe pastaj po shtroja pyetjen se a besoni që pikërisht kjo marrëveshje që keni pasur me lëvizjen vetvendosje e ka çuar LDK-n në këtë pikë dhe tani kur jemi pranë zgjedhjeve mos bashkëpunimi gjithë këta muaj me lëvizjen vetvendosje, besoni që do t'ju rrisë në zgjedhjet e dhjetorit? Shiko, çdo subjekt politik bën analizat e veta. Ne nuk e kemi analizuar që pse kemi bashkëpunuar me vetvendosjen, kemi mujt me rarë këtë rezultat, se ndoshta një ndër ato probleme ka qenë edhe ajo,
por ne kemi analizuar dhe mos kohën e fundit se bashkëpunimi me vetëvendosjen është në dëm të Kosovës. Prandaj nuk ka ndodhur edhe kësaj radhe koalicioni, po natyrisht sepse vetëvendosja nuk e ka korrektësin që të bashkëpunojë me partitë politike ndershëm. Ne e dim të gjithë çfarë forme don të bashkëpunojë vetëvendosja dhe një gjë të tillë nuk mund ta bëj as vetëvendosja, as një parti politike me ligën demokratike të Kosovës. Prandaj ne po punojmë që vërtet të dalim subjekti i parë politik e pastaj me LDK-n të gjitha partitë politike në Kosovë janë të gatshme dhe duan të bëjnë koalicion. Kështu që prandaj LDK-ja duhet të dalë e para, sepse me LDK-n nuk ka kurrë problem. Ndërsa me të gjitha partitë tjera tërthurazi, ato kanë problemet e veta. Kësësoj, zonja Gaxheri, me aq sa po arrim të kuptojnë në deklarimet e juaja, i bie kjo që Lidhja Demokratike e Kosovës ka vija të kuqe për vetëvendosjen? Kisha dëshiru edhe kemi punu gjithë jetën si LDK edhe po punojmë që vërtet mos ketë vija të kuqe mes partive politike shqiptare në Kosovë. Fatkeqësisht me vetëvendosjen është problem, sepse vetëvendosja për këtë kohë sa ka qeverisë, përveç problemeve që kemi pas në kohën kur ne kemi bashkë qeverisë, për ne problemet janë më të mëdha në kohën kur nuk kemi qenë në qeveri me vetëvendosjen, ne e dim se çka ka shkaktuar vetëvendosja e Kosovës. Nuk kemi mujt me imagjinu askush që pas 2 dekadave gjys, pas lufte, Kosova futet në sanksione. Nuk kemi mujt me imagjinu që Kosovës i mbyllën dyert nga Washingtoni, me miqët me të cilët kemi udhëtuar nga ditët e para të shtetit të Kosovës. Nuk e kemi mujt me imagjinu që Kosova mund futet në gracka korruptive, çfarë është fut sot në mafinë energjetike, duke kaluar nga mafia energjetike deri tek rezervat e shtetit. Do me thonë, nuk ka ndodhur në Kosovë kur gjërat e tilla çfarë ka ndodhur për qeverisjen e zotit Kurti. Prandaj, ne konsiderojmë se zoti Kurti duhet të largohet nga qeveria. Duhet të lëshojë rrugë, sepse Kosova duhet të futet në binarët e saj të zhvillimit ekonomik, të hapjes së dyrëve me diplomacinë ndërkombëtare, të ofrimit të miqve, të bashkëpunimit, të korrekt, sinqert, ngushtë, sepse edhe rrethonat ndërkombëtare po ndryshojnë çdo ditë. Askush nuk merret me Kosovën me lojrat e tyre elektorale çfarë i bën vetëvendosja. Ne jemi dëshmitarë se tashmë afër 800 milion jemi duke i humbur për shkak të lojrave të zotit Kurti nga Bashkia Evropiane. E mos flasim pastaj me radhë sa problemet janë. Nuk kanë ndodhur këto lloj probleme. Unë personalisht jam dëshmitare prej ditës së parë pas luftës deri sot në institucionet e Republikës Kosovës dhe nuk kam parë gjërat e tilla. Zotit Kurti nuk intereson fare Kosova. Ati i intereson vetëm procesi elektoral dhe ai ku gjendet. Dhe kështu nuk mundemi me shkututje. Përkundër faturës që mund të marrim, megjithatë duhet ta kuptojmë një herë për gjithmonë, edhe BB-ja, edhe çdo subjekt politik se Kosova është në radhë të parë. Nuk jemi me të rëndësishëm ne se vetë Kosova. Pikërisht për këtë, zonja Gaxheri, kur thani se Kosova është në radhë të parë, kemi kaq muaj të gjatë në ngërsh politik, nuk u arrit kurse si që të gjendet një gjuhë e përbashkët mes deputetëve në Kuvendin e Kosovës dhe mes partive politike sigurisht, dhe si rrjedhoj, si do të shkojnë partit dhe ju si LDK dhe partit e tjera në zgjedhje për të kërkuar sërish votë, duke qenë se nuk keni arritur të bëni asgjë për këta muaj. A besoni që do t'ju faturohet të gjitha partive politike ajo se çfarë ka ndodhur për kaq muaj të gjatë dhe jo të hidhet ndoshta faj vetëm tek një parti ose tek tjetra, sepse në fund të ditës të gjithë deputetët kanë marrë votat e qytetarëve dhe të gjithë janë përgjegjës për ato vota. Pavarësisht, ndoshta e vetmja është LDK-ja, e cila ka pas propozimin për të zgjedhur këtë krizë, këtë problem. Që në fillim, jo për t'i kaluar 8 muaj, qysh në fillim, ne kemi parashikuar këtë krizë dhe ne kemi ofruar zgjedhjen duke shkuar me qeverinë e unitetit apo kalimtare, si doni ta quajmë. Në qoftë se do ish marrë seriozisht propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo që do kishim pas krizën një vjet, por do kishim zgjedhur probleme të cilat nuk do të munden prapë u zgjedh pa e gjetë
gjuhën e përbashkët gjitha partitë politike në Kosovë. Por, edhe kjo është injoruar, dhe nga kush, nga vetëvendosja. Prandaj ne kemi pse të shkojmë para qytetarëve të vendit, t'i tregojmë se vetëvendosja, zotit Kurti, nuk i interesojnë zgjidhjet e problemeve në Kosovë. Ati i intereson të jetë në krye qeverisë që të zhvat Kosovën dhe që të mbyll dyert e Kosovës me Evropën e me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo e dyta, që është më e rëndësishme se e para, që gjithë duhet ta dimë ka në shtëpi. Ku mundet me qenë Kosova ku ne i mbyllim dyert me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkinë Evropiane. Do të thonë këto janë pyetje shumë të thjeshta që do t'ja bëjmë qytetarëve të vendit dhe do të marrim përgjigjen. Të shihmë, ne nuk mund të vendosim për votën e qytetarëve, por ne kemi argumente të mjaftueshme se vetëvendosja nuk mundet, nuk duhet ta qeverisë më Kosovën. Dhe kemi argumente të mjaftueshme se Lidhja Demokratike e Kosovës me njëherë pas zgjedhjeve e ka pas propozimin për të zgjedhur këtë problem apo këtë ngjarje. Prandaj ne na vyn vota që të jemi të parët dhe mos ndodh kur më çfarë ka ndodhur në Kosovë në këtë vit. Nga gjithë ky mos dakordim mes partive politike, zonja Gaxheri, tashmë kemi edhe një situatë jo fort të mirë edhe me kryeqytetin dhe me Gjilanin, po ashtu dhe me Zubin Potokun. Megjithatë, protestat i kemi edhe sot në kryeqytet. I kemi parë edhe gjatë ditës së djeshme një deklarim të presidentes Vjosa Osmani, e cila tha se nuk mundet më që t'ju kërkoj partive politike dhe deputetëve që të mblidhen për buxhetin, duke qenë se kam pasur rastin. Madje përmendi edhe Lumir Abdigjikun, ka pasur rastin që ta votojnë buxhetin për Prishtinën ndaras nga projekt buxheti për vitin 2026, por sipas saj partitë politike, siç edhe kemi parë në seancë, partitë e ish opozitës nuk kanë shkuar në këtë seancë. Dhe pastaj po shohim akuza dhe kundërakuza mes kryetarit të Prishtinës që vjen nga radhët e partisë suaj LDK-s përparim Rama, që hedh akuza kundrejt qeverisë dhe anasjelltas. Nga gjithë kjo mos dakordim mes partive politike, në fund të ditës tashmë po e pësojnë edhe qytetarët dhe punëtorët e ndërmarrjeve publike, zonja Gaxheri. Po, shumë e vërtet, këto gjëra ne i kemi parashikuar, këto gjëra ne kemi kërkuar me ndodh para se ne i dhanë mundësinë e dytë kandidatit për kryeministër, atë lojën cilën ja bëri presidentja zotit Kurti, dhe presidentja ka ra tërësisht në lojrat me veti, në lojrat e zotit Kurti, dhe presidentes nuk i ka interesu fare për me bo zgjedhjen e problemit për buxhet, ose mos flasim më për zotin Kurti, ju ka interesu që bashkë prapë të luajnë lojën për të shtyp kështu zgjedhjet dhe kur i kanë shtyp, për të kalkuluar në aspektin elektoral, nuk ju ka interesu fare për buxhetin, sepse ne jemi ofru me kohë për gjitha gjëra, sepse i kemi parashikuar dhe i kemi ditë se do të ndodhë kjo që ka ndodhë. Nuk kanë qenë të interesuar. Këto që parë klasin tash janë krejtësisht pa vërteta, janë propagandë e tyre. Megjithatë, zoti Rama, pra përparim Rama veç ka qunë pa di në prokurit të Blisë Kosovës, sepse ata kanë mundësin prapë me aloku buxhetin e komunave, sidomos të hyrat vetanake të komunave. Vetëm kanë me shumë para, nuk janë para të qeverisë ato. Por kjo është lojë krejtësisht politike, qytetarët e vendit duhet ta dinë se Kurti me qeverinë e tij, me partinë e tij, po luan me bukën e tyre, me pagat e tyre për efekt elektoral. Dhe pa të drejtë, duke shkel ligjet e Republikës Kosovës. Dhe kësaj ngjarje apo këtij veprimi po i bashkanditet edhe presidentja e vendit, dhe shumë keq. Shumë keq, uroj, shpresoj që zgjedhjet të shkojnë mirë dhe të vërtet të ndryshojë rezultati aktual e pastaj nisin të kesh shumë shpejt të zgjidhen gjitha këto probleme. Ndërkaq ndryshe nga ajo që thoni ju, situatën e ka parë ish deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Enver Dugolli, i cili dje në studion ton të mesditës tha se pikërisht situata e krijuar në kryeqytet është bërë kastile që të përdoret më pas edhe të ndikohet elektorati i LDK-s edhe i vetëvendosjes në këtë rast. Pra, tha se përparim Rama, zbashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë bërë për ta qitë keq lëvizjen vetëvendosje në prag të zgjedhjeve. Si e komentoni këto deklarata? Ne një gjatë duhet të pranojmë vetëvendosjes që janë mashtrues
mashtrues të qatë zhvillume kanë mashtrimin, sa vërtet shumë vështirë është me ja demantu. Edhe kur i bojnë këto veprime, ata pretendojnë në shqip si mashtrim parashtetarë. Ta keni parasysh, përparim Roma e ka fitu Prishtinën. Ma mirë ka qenë përparim Roma dhe pas bugjetit sot e mi u shërby qytetarëve e ata qytetarë me na botu ne, apo me dojnë mi u thonë, shiko që ka kuna bënë qeveria, nuk kem para e tjera, po kjo është absurd i lojt vetë, veç me mendu. Po shiko dhe këte, edhe këtë veprim, ata pretendojnë me shqit dhe kundërte. Por unë uroj e shpresoj e besoj qytetarët e vendit se cilët do ta di se kjo është një edhe një tentim mashtrim i tyre që është vërtet i pas skrupull. Po si mund të thotë, atër pse edhe komuna e Gjilanit po e bë ka tjetën gjë për kundër vetë vendosjes sa? E shifni farë gënisht e hudin tash në opinion. Jo, komunat të cilat kanë met pa aloku buxhetin është qëllimi i vetë Zotit Kurti dhe ai duhet ta lëshojë buxhetin e komunave, sepse ato tyrat vetanake nuk janë qeverisë. Hajde grandin e qeverisë dhe të hyra tjera po e lëmë dhe në qeverin tjetër, por të hyrat vetanake të komunave nuk ka nevojë mi ndalë qeveria, as nuk mundet mi ndalë. Dhe këto janë mashtrimet e tyre dhe krejtësisht përgatitje skenarëve të tyre për të ndodhur kjo që po ndodh, për të bërë kaos sa më shumë, sepse këta vetëm në kaos mund të jetojnë. Nuk mund të ndryshe me mbjetuar. Prandaj kjo është krejtësisht e pavërtetë. Gjeri, me gjithatë, u tha dhe nga vetë komuna se kërkesin e këshim bërë me vonesë dhe si rrjedhoj pastaj sigurisht që duhet të kaloj në kuvend dhe nga komisioni aty. U dha rasti që të kalohet në kuvend në seancën para votimit të qeverisë, si që tha dhe presidenti Avjo Osmani, me gjithatë deputetet e LDK-s nuk ishin aty për ta votuar. Dhe pse tani Rama kërkon llogarin nga qeveria, duke qenë se deputetet kishin rastin ta kalonin ashtu si që u njoftua vetëm për Prishtinën, Gjilanin dhe Zubin Potokun këtë çështje, dhe jo projekt buxhetin për vitin 2026. Zonje e nderuar, kur është pyetje ligji, kur është pyetje parime, kur është pyetje Kosova, LDK nuk kalkulon se ka qenë Prishtina, pyetje është komunë e LDK-s. Nuk ka qenë asgjë ligjore, as korrekte, as parimore, në kuadër të këtij procesi nga vetëvendosja, nga Albin Kurti dhe nga presidenti Osmani. Dhe do këmbë kohë ka parashikuar këto gjëra dhe ka kërku më ullë me bisedu për pika caktuara, edhe pas propozimit fillim pas zgjedhjeve që e ka bërë. Këta nuk kanë qenë të gatshëm. Dhe atëherë kur kanë qenë këta të gatshëm, ka kaluar afati edhe mundësia. Dhe nuk ka pas nevojë më bashkullë të kaja mi u lujt lojën prapë dhe vendosjes edhe zonës Osmani. Edhe por edhe tash, po gënjen qeveria në detyrë, sepse mjetet të cilat janë të hyra vetanake të komunave, duhet vetëm ti alokoj qeveria. S'ka nevojë me aprovu në kuvend. Ato janë parat komunave. Ato janë të hyrat e tyre, cilat veç duhet veç sa i ka lujt lojën, se ato është bash motit i të shoj në gjirologarit. Krejt për fund... Prandaj mjafton nuk mund të mbullohet pas tyre lojrave gënjeshtrave asnjëri. Gjithçka që po ndodh në Kosovë është bërë me qëllim për të krijuar bllokadë e kaos, sepse vetëm kështu ata mund të mbjetojnë. E qartë. Zona Gaxheri, krejt për fund vetëm për hir të korrekcisë, me qenë se pak më parë ka reaguar edhe tashmë kandidati për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdi Xhiku, nuk e di nëse kemi pas mundësinë që ta lexoni postimin e tij. Ai i është kundërpërgjigjur Osmanit duke thënë se ka qenë i gatshëm që të votojë buxhetin e Prishtinës, pagat e RTK-s dhe pakët e rritjes. E thash vetëm si informacion për shikuesit cilët janë duke na ndjek, ndërkaq ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e mesditës dhe gjete kohë me diskutu disa prej çështjeve më kryesore të vendit. Faleminderit të nderuar, mirëpafshim.